inspektoriati konsideron partner shumë serioz sindikatën dhe sindikata i bën të mirën më të madhe rregullimit të tregut punës. Çështja e inspektoriatit është që si institucion nuk mund të nxjisë organizime sindikale. Patjetër, ajo është vullnet. Sepse inspektorati do duhet jo vetëm duke qenë se është çështje vullneti dhe duke qenë një institucion, inspektoriati i shikon si ndimes, edhe kjo është një partneritet, sensibilizimi për të gjithë punëmarrësit. Absolut. Do të thotë në një vizitë inspektimi, me të shkuar inspektori i punës në derën e ndërmarrjes, pyetjen e parë që duhet të ketë dhe duhet të bëjë është kush është sindikata që nëse nuk e ka këtë informacion nga inspektimet paraardhëse. Dhe nëse përfaqësuesi i sindikatës është aty, ai mund ta shoqërojë dhe mund të kërkojë shoqërimin e tij në gjithë procesin e inspektimit. Sindikalizmi i fortë bën përmirësim dukshëm të raporteve të punës. Rregullon dukshëm cilësinë e punës për çdo individ dhe mos harrojmë që puna na merr një kohë të mirë të jetës tonë. Pjesën më të mirë. Pjesën më të mirë, kështu që nëse kjo do të orientohet në mënyrën e duhur, në formën e duhur, kjo do të ishte ndihma më e madhe që mund të jepet. Ama sot që flasim, ka filluar të ketë një terren të mirë që organizatat sindikaliste të bëjnë punë të mirë në nivel subjektor, jo vetëm në tryeza, por në nivel subjektor. Ajo duhet të jetë dera e parë që ai të trokasit për çdo. Sepse përfaqësuesi i sindikatës, përveç se duhet të jetë përfaqësues i atyre punëmarrësve, do duhet të ketë dhe ca njohuri më të mira se një punëmarrës i cili mund të ketë një arsim të caktuar. Dhe kjo jo se dua të nxjerr në pa sindikatën tonë, por ne i kushtojmë shumë rëndësi kësaj pjesës, trajnimeve, rritjes kapaciteteve të përfaqësuesve që ai përfaqësuesi i sindikatës, siç ju e thatë, të ketë pak më shumë informacion se ç'ka punëmarrësit. Të që duhet kuptojmë është që sindikatat kanë rolin më të madh të dialogut social dhe dialogu social hallkën e parë ka sindikat punëdhënës. Të dy bashkë duhet të bashkëbisedojnë dhe të diskutojnë çështjet për të përmirësuar. Aty ku ngecet futet inspektoriati për të nxitur, për të zbatuar procedurën, ndërsa hallkat e dialogut social pastaj janë jashtë sistemit, flitet për ndërmjetësim, zyrpajtimi, zyrtar arbitrazh.